Përshëndetje, unë jam Olga, jam nga Bielorusia, që 4 vit unë jetë në Kosova. Edhe sot unë filloj të hap YouTube e ri. Te Bielorusi unë kisha njët YouTube me beauty, me traveling, me pushime, me vendi tjetër bukur, por tani unë mendoj që duhet të ndryshoj edhe bëj content për njerëz nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, edhe veç për njerëz që jetoj jashtë. Do të provoj nëse pëlqeni, nëse s'pëlqeni, edhe për fillim dua po fol më fal për gjuhën shqip time, sepse unë nuk e di shqip shumë mirë, por nuk e di edhe anglisht shumë mirë, por të lutem shkruani pastaj video e para, a pëlqeni apo jo, nëse jo do të provojmë të bëjmë me anglisht, nëse do të kemi më shumë mirë, okay, s'ka problem. Sa do të shkojmë te sallon, do të provojmë të bëjmë një grime, edhe do të shikojmë a është pastër, cili çmimit, cili koha, cili vendi, çfarë atmosfera, edhe pastaj do të tregojmë krejt. Faleminderit, bëni të lutem follow, bëni like, edhe shkojmë te sallon. Valla sa ftoft sot në Prishtinë. Kemi bura, ditë e para, urime. Unë marr kafe me vet, edhe për vajza, edhe për mu. Sa problem të gjej kafe mirë në Kosova, në Prishtinë. Unë provoj më shumë lokal, edhe veç gjej një vendi ku pi kafe çdo ditë, valla çdo ditë. Edhe është home kafe lokal, te Mshir. Nëse dëshironi pi kafe mirë, shkoni atje. Hajde, shkojmë, marr çokoladë, kafe, edhe kismet, do të kemi make-up shumë mirë sot. Digi. Hello! How are you? Are you good? Si je? O zot, sa ftoft! Zot, hello! Është për ty? Po është kafe, edhe çokoladë, urime viti i ri. Është espresso latte, nëse pini espresso, veç s'di çfarë kafe pëlqeni. Valla, Vila, sa bukur! Okej, prit, ku mund të jap? Mund të shatoj se këtu. A jetë po vetë jetë shtatoj? Po, gjithmonë. Nëse ri këtu mirë është? Po. Super. S'ka askush? Është kjo muaj shumë keq. Gjithmonë s'ka puna, hiq, s'ka kur gju. A mund të bëj video këtu? Teki. Po. Qaki, a ki frika, më qara? Është salon, una isha këtu e para të bëj floket të bardha. A pyet për floket apo jo? S'ka ka këthi përgjigje. Sepse una bëj floket të vajzat jeta, floket bëj shumë mirë, s'ka problem. Por në gjura, una është pak yellow, e di, edhe una dua shumë të bardhë. Mos ka frikë për kamera, mirë. Edhe dua veç të bardhë si isha këtu, sepse shumë mirë. Una isha plak pak, por pastaj 2-3 herë pastroj, edhe valla shumë mirë, shumë bukur isha. Po, unë paka shumë e din cilat ngjyra i ka po. Por mundem të provoj, sepse unë javën tjetër shkoj te pushime, edhe deri pushime dua të recharge. Okej, hajde vëm gati. Është sallon e para kur unë bëj floket blondi këtu në Kosova. Është në Mshir, është shumë e bukur, shumë e pastër. Diki, edhe unë jam shumë e bukur e di. Si është emrin vërtet, korrekt? Gina? Gina studio. Po, është afër shtëpia ime, unë gjej edhe provoj shkoj hajde dhe të provojmë bëj floket. Edhe fol me vajza sepse shikova në Instagram që vajza bën shumë bukur make-up, shumë bukur. Edhe mendoj pse jo, mundem të shkoj, të provoj. Edhe do të tregoj krejt, a është pastër, a është mirë, a është shpejt apo jo. Këtu unë mendoj bëj edhe depilation. Edhe kosmetika, o kuqe, unë shumë pëlqen. Valla shumë pastër, jo krejt pastër, por kismet jo për mua. Është veç kjo. Valla çfarë ngjyra. Diki, edhe manikyur, edhe pedikyur, edhe flokat, edhe make-up, por për mua e interesant veç make-up. Floket edhe unë bëj këtu. Do të jap video këtu. Floket isha shumë mirë, pasha zotin shumë mirë, por punova djalin nga Turqia. Unë nuk besoj master nga Turqia.
por isha shumë bukur, edhe tani problema sepse djalë nuk punon më shumë, edhe gjej persona kush bëj njajt, është shumë problem për flokët. Valla të lutem njerëz o vajza, nëse jeni nga Kosova, nga Prishtina, edhe e dini sallon që e bëj shumë mirë blondi, të lutem shkruani. Shkruani emrin, unë dohat shumë. A ki heq megabajtin telefon? Kështu, po du me thonë gigabajt për telefon. Që në zenë video foto. Me nëzirë në video. A ki? Una ka parti. Okej, abbonato. Mundem të bëj 2. Okej. Nëse do. Hajde. Apre edhe pak ma ofër kamerës këto ishte. Valla, hajde të cilë. Jë këto. Blog. Po, kreç. Super, hajde. Ne? Filloj. Blog. Ata mo ju në telefonin. So. Hajde. Ashtë jetë? Shikoj. Una dua diçka bukur, pa jo si mask, e di? Jo jo si filter normal, naturale, edhe këtu diçka sepse fustana si këtu. Okej. Edhe una mendoj apo kjo, apo smoky, bëj krejt smoky, sepse una ka blue eyes. Po. Edhe me smoky, por valla shumë kujdes sepse una kur nuk bëj si këtu. Edhe ka frikë që ka shumë të zezë, di? Jo. A vërtet? Heq më stanin. E bojna pro këto, smokin. Vërtet. Okej, po. Super. Se edhe bjonde, flok ta dën milion kështu. Po, veç fiksoj pak. Po, okej, mi bu ma shumë. Edhe për kjo shikoj, se këtu shkoj shumë nalt edhe shumë bukur, nëse s'ka floket, edhe shumë bukur nëse shkoj si këtu. Mirë është? Po. Super, hajde. A je gati? Që ki, pa frikë, po qëfar? Sa, okej, hajde, u kryu kur fillojmë do të falem. Kamanja ke fillu kështu me video. Po, ti e pare, po, ti e pare. Që në? Sa për koha? 40 minuta. 40? A vërtet? Një orë? Okej. Taman detajisht. Me shumë vëmendje. Okej. Edhe nista pasoj euro, 40 minuta. Një orë. Shikoj. Sa vjetë të punon me make-up? Që 10 vjetë që është po. 13 vjetë unë ja kam fillu po. Vërtet? Mashallah. Mashallah. A studioj tani, apo veç një herë dhe t'jetë kaluar edhe u kryu? Po, kam studiu, ama tash po vazhdoj ma shumë me punën. Me puna, me praktika. A është mirë me praktika, okej. Edhe pastaj kur unë bje gati video, fol diqka, edhe ti hiq blog. Edhe për ty s'ka problem që bën video? Heq. Sepse e di, ka mastire,
që tregon valla, una ka teknikë individuale, askush në Kosova nuk bën njëjtë si una. Jo video ti donte më son nga mu, edhe për kjo s'ka video, s'ka foto hiç për çfarë. Okej. Tani si una shikova Instagram, a mundesh muzikë pak më poshtë? Sepse shumë. Edhe në Kosova më shumë bën naturale make-up, si klasika, pa ngjura, pa smoki, apo shumë natural, krejt. po, për më mirë. Kohën e fundit. Po, është më mirë valla. Atje në Rusia, po? Bielarus. Okej. Po. Atje kur e ke bo qëtë profesion, a u konë mirë, kështu, a u pritë shumë mirë prej njerëzve atje? S'kuptoj hiç, edhe një herë. Atje, a kanë prit njerëzit, shtu mirë videot? Për sallona? Po. Jo gjithmonë, tregoj, sepse për më shumë e di si make-up artiste e ri, si ti, apo dikush kush e din që bëj puna mirë, s'ka frikë. Për çfarë ka frikë? Ti mendon që ti bëj ekskluzive diçka. Jo valla, krejt make-up bon teknik 2-3 teknikë edhe u kryu. Edhe nëse ti vërtet që ti bën puna e mirë, ti s'ka frikë. Por nëse persona kuptoj që punon jo pastër, apo mund të bëj diçka gabime, jo kamera, no kamera, policia, diverteshën. Valla edhe isha një koha me policia. Valla isha, sepse master tregon, për në Bielorusi diçka politike tjetër. Ti, nëse ti marr kliente, ti nëse una shkruaj për ty, kjo koha te kitiki, ti nuk mundesh të po foljo. Nuk mundesh, sepse është, nëse ti po foljo, pastaj si nga kamuna s'di si po folnesh qik, ka dënim, a kupton? Sepse nuk mundesh. Është politika si këtu, edhe është ma mirë, sepse ka disiplin, ka kontrol, edhe super për kliente, edhe për salone. Edhe për shembull, nëse sallon punon, jo veç una ka shumë blogger që e bëj content si kjo. Po. Edhe nëse una shikoj që për shembull jo pastër brash, dinë shqip si po fol. Brushat e pastërta. Brusha nuk ka pastër, jo. Edhe ç'a po bën? Vërtet una do të tregoj. A mundesh të pastroj, apo mundesh të marr tjetër, sepse është shumë, nuk ka rëndësia, ki kamera ti apo ju, nëse una vi si klient për darsma, apo për ditëlindje, apo për event tjetër, s'ka rëndësi, duhet të bëj puna gjithmonë mirë, jo veç me kamera, për kjo. Sepse për shembull, make-up jote është 25 euro, 25, veç mendoj sa është te Bielorusia, është jo shumë shtrejt. Për make-up mbremja është jo shumë shtrejt, sepse në Bielorusi ka 3 çmimit. Një është klasika, pa ngjura, hiç kurrë, veç diçka klasika. Tjetër është si këtu për mbremja, smoky apo me ngjura, edhe tjetër si për artiste, e di diçka make-up me po, diçka ekstra, kupton? Po, për koncerte, apo diçka të madhe. Edhe atje çmimit më shumë. Para, kur una filloj te Kosova të bëj video, una ka shumë audiencë nga Bielorusia, edhe për njerëz nuk e interesant, una po fol shqip, una po fol anglisht, edhe s'kupton kurrë, veç shikon, edhe nuk e interesant, edhe una vendos të delete, valla edhe të habëri. Por una nuk fol mirë shqip, nuk fol mirë anglisht. Jo, shumë mirë fol. Valla, por çapo po, duhet të mësoj më shumë edhe me video, me... Që sa vite i bone këto? Si 4 vjet tani. Sa kina? Po? Kred, una vi salon të hap. Si ti pastron brash? Si pastron brasha? Me sapun. Me sapun edhe si, valla me çfarë, apo veç me ujë? Ujë, sapun edhe
ajo pjesa që është ekstra për brusha. Edhe sa koha, për çdo klient apo jo? Për çdo klient, shpesh nuk është edhe mirë shumë i pastru, puna që këtu kimet fillojnë me ra, po vetëm me këtë sprayin e kjo remover. Po. Për imet e një pastër apo jo? Po. Shikoj. Unë shikoj krejt valla. Boost? Po. Nude hopper. Nude, po. Sepse akcente Ha. sud. Janë fat një kohë që qenë me kopër mi, edhe jo me zëta për mi, e për Apo mundesh me nej? Unë? Super, jam mirë. Në që na mos pëngoj me kamera. Ja. Edhe aty në foto e pat këtë pjesën këto zi? Prit. Na mendoj pu. Pu, shikoj, krejt e zez. Okej. Edhe këtu pak si maca, tiki ket. Po. Super urime, valla urime, festa, lumturia, dashuria, veç edhe krejt jeta bashk, valla. Faleminderit. Kismet. Pa kismet s'ka për qa. Po. Për super, valla. Të pjeja? Po. Okej. A jetoni ati? Po. Edhe si punoj këtu pastaj, apo heq? Jo, atje uniki, atje Edhe punoj. gjithmonë. O, zot, për unë kam ekskluzive tani. Si mu e fundit e Prishtina, edhe pastaj të pija. Pastaj dhe shkoj... A shkon të salon tjetër, apo si... Ose, po, pun tjetër, kismet edhe punën tem, jo biznes. Super, kismet, urima, suksesa. Dhe të shkojmë të peja, të bon make-up. Të vini atje. Po, pse jo, unë jam gati, unë të hapër krejt, edi? Unë jam persona si, hajde, a shkojmë Mitravic, hajde, shkojmë Mitravic, shkojmë të Turki, hajde, shkojmë të Turki. S'ka problem për mu, valla. Veç të regon hajde, unë jam gati. Kismet. Po, dhe. A u kryu? A bon kjo? Valla, prit. A ki pasqyrë? Pasqyrë? Po, valla, veç shikoj nëse mirë. Ka punë hala? Valla, në mendoj, a mund është të bëj pak më shumë... Hala zi. Po, të zezë, Po, sepse... pas taj. A vërtet? Pas Okej. po. O, zot. Problem gjithmonë me kjo. Tash, kur ti gjes këtu, keme këqyr veç të poshtë. Jo me mbyll, veç të poshtë. Veç të poshtë. Poshtë. Kështu më? Aj, qërë vështirë, valla. O, zot, kujdes, valla. Valla, kujdes, më ka frikë shumë sot, okej. Ku shikon? Mirë? Po të frikë? Po, valla, shumë për sut, valla. Në mos livri. Kështu më? Edhe s'ka problem tani Foksaj. të bëj. Po, me foksaj. Për më ngjura, a s'ka problem tani që ka lashës? Hiç mirë. S'ka problem. Maskara. E di çfarë në Bielorusi? Është shumë frit. Nuk tregoj.
Përshëndetje. Deri tani mirë, jo keq, super, vetë që për ngjura unë mendoj dua prem të zës, shumë të zës. Por do të shikojmë çfarë kemi të fundit. Kismet. Si maca. Por është lashës shumë. Mos prejt. Jo, Sani. Çfarë është? Edhe në Bielorusi, kjo maskara. Maskara nuk mund është marrë për çdo klient të një. Sepse tani që ka shumë si po fol. Alergji? Jo alergji, si shumë bakteri brenda. Për shembull, nëse ti ka diçka alergjika apo diçka virus të sut, edhe ti marr për një kliente, edhe je brenda ati infekcion. Infekcion. Po, edhe tani te Bielorusi, si 2-3 vjet, krejt vizazhiste, krejt artistë make-up, filloj të bej veç me e di çfarë për një herë. Edhe nuk pas na ndëgju na i herë. Jo, është në Kosovë s'ka. Unë tregoj veç në Bielorusi. Si është tani sepse beauty te Bielorusi, Rusi është shumë pastër, edhe shumë kvaliteti mirë, sepse kliente nuk vi si këtu, na pëlqen, hajde ma mirë. Edhe kanë kurrencë shumë të madhe, edhe krejt provoj të bëj diçka ma pastër, ma të mira, a kupton? Edhe për kjo filloj sepse kisha situacione, pastaj që isha probleme me polici, e di, kur vajza shkoj te make-up, edhe pastaj ka alergjika, si 2-3 javë nuk mund të hap sut, edhe pastaj kur isha kontroll, edhe gjej që për kjo, edhe pastaj krejt salona filloj të bëj diçka, edhe për kjo. Në Kosovë hiç s'ka, në Kosovë s'ka rëndësi për kur gjo, valla. Në Kosovë tregon faleminderit që ka make-up, shkon, ik bre, edhe u kryu. Po në Kosovë unë, shikoj, nëse unë s'pëlqen diçka, apo diçka jo mirë, jo, unë kur nuk ka frikë për të tregon. Por unë e di që Kosova s'ka rëndësi, valla. Nëse ti tregon, Kosova punon pak keq me marketing, e di, sepse në Bielorusi shumë konkurrencë të madhe, edhe në Bielorusi për çdo klienta si bëj fajtura, e di, sepse hajde te salonime këtu nuk don make-up, hajde salon tjetër, të rruga, qëfar dërsh, s'ka rëndësi, nuk vi ti, vi persona tjetër, u kryu. Por është shumë gabim, sepse pastaj 2-3 vjet, kur s'ka njerës, edhe klient vi apjat, duhet të ka reputacion shumë mirë, valla, për para, jo si i këti, edhe shumë keq, valla. A është make-up për darsma? Edhe si kjo, ti e lodhër nga pyetja ime. Jo. Njejt çmimit apo jo? Po. Njejt. Vetëm se shembull për nuse, martes fillim, është 300 euro? 350. 350, po. 300? Nuse martes. 300? Po. 300 euro? Pse make-up, shikon, ti vej make-up... Grime e flok, bashk. Edhe flok, a veç grima për nuse. Vetëm grim për nuse martes, 150. Pse, çmimit për mu, shikoj, për mu tani, nëse unë nuk tregoj, unë am martuar të mbremja, edhe nuk tregoj për ty, edhe vi veç bëj make-up edhe u kryu. Pse çmimit nuk njej? Pse për nuse është vëmendja ma shumë. Por pse, nëse produktet njajt, koha njajt, edhe krejt njajt, sepse... Koha jo njajt, se koha zgjot pak ma shumë puna që me konë ma vëmendshëm, ma detaje, tani pastaj rregullo flok, pastaj... Okej, pa flokët nëse po folim veç për make-up, gjithmonë interesant, për shembull, ti vi me krejt produkte njajt, apo edhe bej, me mu ti 1 orë, 2 orë, po, nëse ka ditale make-up ma shumë shtirë, po. Në përgjithësi, por pse janë me këto
përbes për tjerat nuk pe di, se kom dëgju që ka dhe ma shtrejt. Po, jo, una nuk tregoj Ate? që ti ka shtrejt, Po. sepse una e di që Kosova, por krejt Kosova bën si këty. Pse? Nëse una për shembull ka edhe jo veç për make-up, edhe për fluket, edhe për lula, krejt. Nëse una veç vini mëngjes, për shembull për ty tregoj 25 euro për mu make-up si këty. Okej, dua për darsma si këtu, nuk do të tregoj që është darsma. A bën make-up njëjt? Veç që adem jo vëmendje sot nuse. Por kjo është veç për njerëva apo çfarë? Shama unë sezon nuk i ko as me mendu me kon, apo kuptan? Po, me por kon e për vëmendshme, shembull, shikoj, konkret nëse klientat, apo kuptan, Okej. se ka shumë punë edhe nuk i ko mundal edhe mi pa klientët me këshyr jo që detaje që to, do të me kry punën sa po, sa una ma kuptoj, shpejt, për shembull, shikojnë, te korik, apo është sezon. sezon, Okej, po. nëse në sezon një korik, una ka ditëlindje, për shembull. Edhe una tregoj, a mundesh te 20 korik, te ora 12, nëse ka e lirë, për ditëlindje, jo për Për darsma. ditëlindje. A marrësh ti una apo jo? Me ardhë të te. Jo, Po, këtu unë jam vi. Po. Po me çmimit 150 Me- jo, apo 25. 25. Për kjo, una s'kuptoj, pasha zotin, una s'kuptoj, pse çmi, okej, me njerëva, okej, por është jo problem për ty. Una nuk tregoj hiç kur gjo për ty. Una tregoj për krejt Kosova, sepse pse make-up për njus kosmetika full njëjtë. Produkte full njëjtë. Veç Por e me full njerëva. njëjtë, po, Veç edhe- njerëva, veç paguaj ekstra për njerëva edhe për Për detale. shembull, ka nuse që paguajnë ekstra veç me pas vëmendje të ajo mos u merr me asnjë klient tjetër gjatë. Po, ditës. una kuptoj, por Apo kupton, e unë nuk kam tash të hesab, shembull me pagu nusja 25 euro me pas komplet vëmendjen të ajo me hub edhe me hub klienta tjerë. Por apo për kupton? shembull, shikoj, nëse una vi make-up për ditëlindje, ti ka një orë, për shembull, një orë e gjus maksimum nëse make-up shumë vështirë, ti ka veç për mu. Veç për mu, ti nuk do të shkoj të klientit tjetër, apo? Por është një. 25 euro shembull më merr vetëm me ty non stop shembull. Por a çfarë? Ti mend, okej, dëgjon, nëse una vi në korik, Po. për 25, për shembull, nuk folim për çmimit, por veç tregoj jo për darsma. Po, Ti mendoj që un jam nuk ka rëndësi për ty, ti ka puna tjetër apo çfarë? Nëse un jam Jo. në ora 12 deri ora 1, ti veç me mu. Ti Po vetëm me ty, por normal. është nuk ka rëndësi 25 euro apo 150, sepse un jam klient jote, apo? Po normal, Po. ama vetëm edhin puna që në përgjësi, tash do të mu përshtohet pak edhe me tjerë, edhe... Jo, për që hiç, ata- una s'kuptoj kjo, sepse kur ti ka klient për një koha, për shembull 12 deri 1, nëse ti bën një orë, nuk ka rëndësi ti njusa, apo ti e për ditëlindja, për diçka tjetër. Tu të na në Kosovë llogaritet nuse shumë... O shumë keq, pasha zotin edhe shumë keq, sepse për shembull, una ka shoqe, edhe una dëgjon sa kushton darsma këty. Edhe këty darsma shumë shtrejt, sepse krejt persona, make-up, flokat, muzika, fota, video, krejt bej ma shtrejt. Una kuptoj që krejt donë të fiton me shumë, okej, por valla bila, nëse persona si është, donë të ka darsma, për shembull, tani, po, persona shikon çfarë make-up ti bën, edhe pëlqen shumë, edhe donë të shkoj te ti, po, Po. okej, për shembull, nëse jo sezon, në prill, Nëse- kur po. s'ka sezon, s'ka darsma, edhe unë tregoj dua si nysa, sa pare të bëresh? 150. Jo, da nuk do kësi nusa, po nëse nuk e ki rast special nusa, atëherë adin është njëti çmim, 25. Okej. Alo. Valla shumë interesant. Sepse unë kuptoj kur ka ekstra çmimit, kur artiste make-up shkoj te banesa për shembull te shtëpia, okej, vërtet, për rruga, për të marr instrumente, krejt materiale, okej, ekstra. Por kur kjo unë as kuptoj edhe tani, okej, unë jam jo në Bielorusinë e Kosova, por nëse unë jam nga vendi tjetër, unë tregoj si atje, si këtu. Edhe isha njëjtë si 5 vjet kaluar, isha njëjtë. Por pastaj krejt njëse tregon pse una duhet të paguaj ekstra. Okej, për shembull, nëse ka sezon, edhe vi nuna apo mutra,
Çfarë çmimit ka make-up? Normal. 25. Po. Okej, nëse vi, fal, Fal. 4 persona për ty në salon, Nusa, edhe 3 shoqe, si 4 ora ti ka për krejt, 4-5 ora. Ajo, çmimi vlen vetëm për nusën. Shambull. Ai çmim për komplet, shambull shoqet, mama ose dikush tjetër, është i njëjti çmim, 25 grim. Veç për edhe Nusa flu- 150. Po, vetëm grime. Crazy. Pasha zot, pse nëse ti bëj make-up njëjtë për krejt, valla. Ama për Valla, këtu veç fjalë që ti e Nusa, edhe për kjo ti duhet paguaj ekstra për krejt, për flokat, për është ajo pjesa do vokut. Nuk tregoj për flokët. Jemi punoj me make-up Vetëm edhe me grim, po. Po, una tregoj veç me grim, por për shembull nëse Nusa don make-up si motra bashk 3 me Shtrajt 350, atë tregoj pse se shambull të dikush tjetër me kohën, ka dikush 600, 700, apo Por kupton, po- janë edhe për një me është pak çmimi i egzageruar. Por tregon, shikoj, për shembull, familja ka rroga 500 euro. 500 euro buri, 500 euro gruaja, për shembull, 1000 euro. Edhe paguaj 350 euro, veç sepse Nusa, edhe veç për darsme, për një ditë, për foto, për video, kur mund vite ti, për shembull, edhe okej, pa darsma, make-up edhe flokët sa? 45. 45 euro. Po. 350 edhe 45. Nëse unë vi edhe nuk tregoj që unë jam Nusa, veç në me gjithë për ty, ti bëj make-up edhe flokët 45 edhe u kryu. 205 Ka euro. dikush adin 350. nuk i dhimen. Adin se nuk i dhimen paret. Po, Se unë është, kuptoj. është luks, apo kuptoj? Unë, për është jo për luks, nuk dëgjon, kush ka më shumë pare, nuk ka rëndësi, ti ka 1 milion apo 100 euro, është pare jote, a kupton, duhet të ka kujdes, nuk ka Po rëndësi. ka shambull edhe nuse që këna rregullu me njëjtin çmim. Për hir të kushteve. Apo kuptojnë? Po, unë kuptoj, por valla për logjik, valla s'punoj hiç, veç ekstra me fjalë Nusa. Nëse Nusa, edhe jo veç për make-up, për krejt, për restorant, për shembull darsma, edhe ditëlindje, nuk njëjtë. Edhe nëse njëjtë persona, krejt, muzika, video, nuk njëjtë, valla. Shumë keq. Unë mendoj pastaj 2-3 vjet, kur njerëz vërtet të kupton si punon kjo biznes. Ama për një me, adin me, për qëtë profesion, jam pak të egzagerume ka një herë çmimet, ama puna, zanat, apo kuptojnë? Jo. Valla, kjo, pashas, unë jam, shikoj, unë ka shoqe që ka salon për bukuri, po, te Bielorusia. Edhe çmimit ekstra veç për 10 euro, veç 10 euro ekstra për koha, sepse për shembull, nëse duhet, nuk bën flokat, por mund të ndihmoj me fustana, me floket, Po. edhe veç gjithmonë marr si një orë më shumë. Për veç 10 euro maksimum, sepse tregoj edhe krejt tani në Bielorusi krejt punon njëjtë, sepse kosmetika njëjtë, koha, okej, më shumë pak nervoz, por valla nëse una vi histerikë kliente, për ty una mund të bëj nervoz më shumë se Nusa. Pasha zotin, nëse una s'pëlqen kjo, a mundesh kujdesi, këtu ti ka më shumë nerva. S'ka rëndësi është edhe për ditëlindje mund të ka nerva, edhe për viti e ri, e di për kjo. Është veç interesant valla, veç interesant. Por kismat una mendoj 2-3 vjet edhe krejt ndryshon. Valla po. Që në? Kismet, valla. Una kuptoj që krejt dëshiron të bëj pare më shumë, sepse është puna, biznes, krejt materiale tani shtrejt, por valla, për darsmo është gjithmonë si gabim, valla. Valla interesant, o njerëz, o shkruajni në komente, çfarë mendoni? Valla, për darsma. Tiki. Hello? Ja, te? Jo, mirë, për mos ka për qake, jo, na nuk bej kur gjoj, që veç jo jeta. Që në?
A është mirë nëse ftura jote te kamera? Mirë nëse ftura jote te kamera? Kom haru krejt me boni. Jo, stani, unë kam shumë. Por jo, nëse ti në video ime s'ka problem për të apo më mirë të ek? Ani, se masi kena me bo TikTok-ën, s'është problem edhe Për YouTube këtu, a do në hik ftura jote apo s'ka problem? Jo, nëse u rok shumë, mund është, Okay. nëse s'u rok shumë, s'o problem. Okej, jo, këtu veç pak, Veç nëse më 1-2 stani. sekunda. A dojnë me dol pak... Pak. Gati. Gati? U kryu? Po, kismet. Po kry. U kryu edhe pak, valla. Gjithmonë edhe pak, 10 minuta, valla, tiki. Shumë mirë. Për mu, valla, shumë tiki, po. Edhe shumë gjura, sepse, okej, nëse për video, për foto super, por për shembull nëse shkon te restorante, është shumë aksente. Dojt hapi babi tën, tha po s'paten qa me nrish, tha se krejt mirë. Hello! Hi, Catalina. Oh, for me. Hajde. Valla, welcome home. Vetëm una s'mund të vej video, sepse una ka fëmi, edhe fëmi dëshiron të ri me mu gjithmonë. Okej, jemi u kryu, edhe mundem të shikon rezultate. Edhe njëherë unë dëshiroj po fol më fal për gjuhën ime, sepse unë s'di shqipër 100%, edhe anglisht unë s'di shumë mirë, por e para në Bielorusi unë kisha TikTok, YouTube edhe Instagram për slavik njerëz, edhe unë po fol veç rusisht. Shëndet o shpirt. Unë po fol veç rusisht, edhe tani si 4 vjet unë jetoj në Kosova, edhe dëshiroj, unë mendoj që tani koha e mirë të provoj të bëj diçka të ri për jeta ime, për YouTube ime, për jetën social ime. Okej, mos tani, nëse dikush s'kuptoj diçka të shqip, mund të fol edhe anglisht. Pastaj është video e para të YouTube ime i ri. Edhe nëse njerëz, nëse s'pëlqeni si unë po fol shqip, edhe vërtet nuk kuptojnë mirë, veç shkruani komenti që ma mirë të bon në gjuhën anglisht, edhe unë provoj të bëj video tjetër me anglisht, për shembull, video tjetër unë do të bëj në Dubai, sepse unë shkoj për pushime për 7 ditë, edhe vërtet unë dëshiroj të shikon për shembull make-up jo veç në Kosova, të vendi tjetër, të Shqipëria, të Maqedonia, të Turqi, të Dubai, krejt vendi ku na shkoj, dua të tregoj jo veç vendi e bukur, aeroport, bileta, çmimit, por dua bëj pak me shumë akcente për bukuri, sallone bukuri, nuk ka rëndësi kosmetologji, manikyure, pedikyure apo grime. Edhe për fillim unë dua të tregoj që unë s'ka ideja të bun reputacion e keq për dikush apo ofendojnë jo hiq. Unë dua veç tregoj jo veç për persona që jetoj në Kosova, që jetoj të vendi tjetër, edhe po fol shqip, anglisht, dua të tregoj çfarë eksperiencë unë mund të ka me sallona, me pushime, me vendi tjetër, është jeta ime, nëse është interesant për ju jeta ime, të vendi tjetër, mirë si vini, veç buni support me follow, me like, shëndet të jetë, lali.
me follow, me like, edhe është bëj shumë motivacion për mu, të bëj diçka e ri, diçka e interesant, por faleminderit që je me mu. Sot unë bëj make-up në studia Gina, afër hospital apo laboratori Oliva, të Mshir. Me çmimin të isha 25 euro, do të folëm për çmimin pak më vonë. Por tani dua të tregoj që e para vajza tregon 40 minuta, maksimum 1 orë. Una isha te salon si 2 orë, një ora 2 una vi, një ora 4 una shkoj. Por bëjmë video bashk, edhe vajza përgatit tavolin, me krejt brush, me krejt materiale, ok, 20 minuta atje, 20 minuta atje, ok, por me shumë mirë, kur filloj make-up, veç me make-up, isha si 1 orë e gjus. Edhe për fillim, me mirë të tregon koha me shumë, për shembull tregoj 2 ora, sakt. Nëse me shumë shpejt, super, por me shumë koha ju, s'ka shans. E parë, unë pyet çfarë make-up ma mirë për mu, sepse fustana unë dhe të ka me dekolti të hapur. Edhe una vendos apo bën smoky eyes, është emrin, apo me 2 line, si maca. Edhe vajzë tregon hajde do të bëjmë smoky, s'ka problem. Ok, nuk ka rëndësi për mu, sepse una pëlqen krejt kreative, nëse make-up artist mendoj që do të bëjmë ma shumë mirë smoky, hajde, do të bëjmë, una gati për krejt ideja. Gjithmonë për krejt make-up artista, una tregoj pse nuk pastrojmë fytyra. Dëgjoni, nuk ka rëndësi a shkonin nga banesa, nga rruga, apo nga spa, s'ka rëndësi, gjithmonë kur shkojnë nga jashtë, duhet të përgatit fytyra jute për make-up. Sepse është jo pyetje për bukuri, pastër, është pyetje për shëndet. Sepse jashtë tani rruga, makina, shi, bura, krejt si burllok, edhe krejt shkoj të fytyra jute. Edhe gjithmonë duhet të pastroj krejt fytyra edhe përgatit me tonier, me krema. Çdo persona punon me teknologjika tjetër, ok, s'ka problem, por pastron fytyra duhet gjithmonë. Edhe jo veç me palloma të larga, jo, apo me micelar, apo me tonier, me diçka ma të fortë për make-up. Është shumë rëndësishme. Pastaj 1 ditë, 2 ditë, mundesh të ka alergjika, apo diçka e di problema si akne për fytyra, shumë keq, shumë gjuna. Jo për materiale nga salon, jo hiq, është veç sepse duhet pastroj para shumë. Valla, ma mirë pastron, edhe s'ka kur gjohet e fytyra, se sa nuk bëj hiq kur gjohet. Nëse dëshironi të ka ngjyra e ndryshme, me shumë drita, ok, s'ka rëndësi, duhet të bëj gati e pare, duhet të ka material si bazë, si për nails, edhe një për sut, gjithmonë. Edhe për shembull, të fota çfarë unë dëshiroj, duhet të ka shumë ngjyra të zezë, shumë. Edhe të punoj me ngjyra të zezë, është pak problem, sepse nëse material jo shumë e fortë që keni në salon, pastaj kur bën puna, është vi ngjyra gri, është jo shumë mirë. Edhe gjithmonë duhet të përgatit sut për ngjyra ndryshme. Una tregova që una dëshiroj diçka shumë black, edhe fytyra ma shumë natyrale, edhe jo si filter. A kuptoni, sepse me shumë koha, master të salon, vendos ngjyra ma shumë dark se jote, gjej ngjyra njëjtë si fytyra jote, si trupi jote, edhe punon me krejt komplet, jo veç me fytyra, edhe trupi të bardhë, sepse tani s'ka diti, s'ka kur gjo, edhe unë jam të bardhë, edhe fytyra gjithmonë të bardhë. Duhet të gjej ngjyra normal. Tjetër, nëse po folim për materiale lëngshme, si concealer apo corrector, këtu s'ka rëndësi të bon e parë nga
tyba edhe te fytyra është jo shumë mirë, sepse për shembull nëse dikon nga kliente ka akne edhe problem me fytyra, pastaj ti kthehesh këtu edhe marrë te kliente tjetër. Edhe nëse unë s'ka problem, ka rizik, edhe askush nuk tregoj që është 100% s'ka kur gjë, hiç. Infeksione ka krejt produkte ka infeksione që punon me fytyra. Çfarë mundem të bëj? Keni speciale paleta, plastika për make-up, apo veç me dora jote, gjithmonë si pastroj krejt master pastroj dora, po edhe ma mirë veç jep të dora, apo nëse keni produkte plastika për kosmetika, edhe pastaj me brash speciale për çdo produkte marr edhe punoj me fytyra. Është ma mirë edhe më shumë kujdes për shëndet edhe për fytyra. Vajza punon shumë mirë, unë pëlqen, ka atmosfera super, po folim për krejt çfarë dëshironi, është shumë mirë, sepse nëse ka event, nëse ka festa, gjithmonë ka njerëva pak, edhe kur make-up artiste shumë e mirë, edhe atmosfera shumë e qetë, është super për ty, ti ka relax, edhe mundesh të përfundoj ma shpejt. Veç një pyetje unë ka për, jo veç për kjo studio, për krejt Kosova tani ka trend, çmimit për grim për nysa është ma shumë ekstra. Unë tregoj për mastera dhe tregoj për ju që në Bielorusi isha njëjtë situacion si për make-up 2-3 ju më shumë pas 6 vjet kaluar. Edhe pastaj nëse kupton pse, nëse unë ka për shembull njëjtë make-up për darsma shoqes edhe darsma ime, për shembull, pse unë duhet të paguaj x5 apo x10. Për shembull këtu te Studia Gina, make-up, grim me floket, veç për ditëlindje, apo për darsma si klient, si musafir, 45 euro. Por nëse ti nysa, është 350. Logjik, unë jam s'ka. Unë kuptoj biznes që dëshiron të bëj më shumë pare, edhe është sezone, është okej, por për njerëz, unë gjithmonë gjuna. Unë gjithmonë të anit njerëzet. Paguan ekstra, por ju si 7x, 10x, është shumë, valla është shumë, si persona që ka darsma në Kosova, nuk tregoj për njerëz që ka shumë pare. Veç nëse unë kam rroga 50 euro, edhe unë dua të bëj darsma për 10 persona, veç me familje, për shembull. Veç me familja ime, edhe unë shkoj, edhe veç dëshiroj të bëj make-up, 350 euro më floket, veç sepse unë jam nysa. Edhe jo veç make-up, jo veç flokit, edhe muzika, fota, lule, punoj pse me fjalë darsma, me fjalë nysa, x price. Pse? Nëse ti punon me krejt materiale krejt njëjt, për flokit ti bëj krejt njëjt, veç sepse unë jam nysa. Unë mund të kuptoj për njerëva diçka, edhe vajza tregon, sepse nëse ti vi si nysa, unë s'ka rëndësi për askush afer, veç ka akcent me ty. Por nëse unë vi si klientës jeshtë për ditëlindje për shembull si sot, nëse ti ka make-up një orë për mund nga ora 12 deri ora 1, s'ka rëndësi, unë kam darsma, ditëlindja apo festa tjetër, ti duhet të punon veç me mu. Për kjo të lutem shkruajeni komente, nëse keni darsma ju, veç shkruajeni komente, veç interesant me çfarë çmimi të bëni make-up edhe floket, edhe a keni diçka nuk e njëjtë nga make-up edhe floket për festa tjetër, sepse për mu është krejt njëjtë. Edhe unë mendoj me me njerëva, me emocionale punon me nysa me shumë vështirë. Por nëse unë jam kliente nervoz, unë mund të bëj njerëva për ty më shumë se sa krejt nysa në jeta jote. Është nuk ka rëndësi çfarë festa.
pasha zotin, unë as di edhe unë ka shumë njërva, pse me fjalë myse, 5x, 10x, it's shumë. It's katastrofë. Nëse unë dua të ndryshoj diçka për kjo make-up, unë bi pak me shumë ngjyra të ndryshme të zezë. Sepse çfarë unë dëshiroj e para, nëse shikojmë foto e parë, çfarë ngjyra të zezë, edhe çfarë bukur syze, edhe kjo ngjyra super mirë, por si gri. Nëse gri, është shumë mirë, por të zezë pak me nxat, duhet pak me ftoftë edhe forte. Kismet kuptoni. Unë bëj kjo flokët sepse dëshiroj të bëj si forma, si maca, edhe nalt, edhe poshtë, si këty. Edhe unë mendoj veç për ngjyra, sepse nëse kemi ngjyra pak më ndryshme, është më shumë të bukur shkoj. Por okej, si këty, okej, nëse make-up artiste shikon si kjo, okej, ideja jo ime. Me lashes, unë s'pëlqen të bëj lashes si bashk, krejt, si një line. Është jo ime, sepse shumë shtirë edhe shumë të madhe. Unë pëlqen bëj veç si copa. Copa këty, copa këty, copa këtu, edhe u kry më shumë të pak, është më shumë koha, por normal, si 4 ora kaluar, unë u kryu me grime, krejt mirë, nuk shkoj jashtë kur gjo, nuk duhet të fiksoj hiq kur gjo, krejt mirë, për kjo super like. Kur boni akcent për sut e zaz, duhet të bëj pak mas jashtë ftyra, sepse tani me kjo make-up, nëse bëjmë për video për fota, okej. Por shkoj jashtë për shembull, është shumë correction, si këtu me concealer, me corrector, është shumë. Unë jam, kur unë shikova e para, unë jam si matryoshka nga Rusia. Valla po, nëse shikojmë fota, çfarë dëshironi para, këtu veç sut të zas, edhe krejt ftyra veç shumë pak correction, shumë pak, pa akcent, edhe është ma mirë, sepse tani një akcent tjetër, edhe nëse bëj si këtu, është ma të bukur. Valla ma të bukur kur veç sut, edhe krejt akcent, edhe ngjyra ma ndryshme, sepse krejt ftyra të bardhë, ma mirë. Por në fund, unë pëlqen, jo keq, jo perfekt, të çfarë dëshiroj. Nëse pastrojmë këtu, edhe bëjmë pak correction ma mirë, mas jashtë, unë pëlqen më mirë. Edhe me ngjyra punojmë pak me ndryshme, por super, për tani është video e para, edhe është make-up e para, unë mendoj mirë, veç duhet pak më shumë punoj me produkte, veç mendoj a është mirë, apo jo, për shëndet, veç shumë pak. Edhe kismet do të vim edhe një herë atje, edhe praboj make-up tjetër, do të shikojmë të puna tjetër. Vajza shumë mirë, atmosfera mirë, veç të lutam shkruajni për ju, si me ndonin nga 1 deri 10, sa për make-up, për mu është make-up për 7, nga 1 deri 10 është 7, veç për ngjyra edhe për correction, minus, për tjetër, është shumë mirë, por okej, nuk ka rëndësi, është mirë, shumë faleminderit për salon, edhe nëse dëshironi, nëse jetoni në Mshirë, mirë se vini, sepse vajza shumë e mirë, edhe nëse tregoni krejt për para, çfarë dëshironi, edhe provoni me i bashkë, unë mendoj që mundni të kam shumë grime të mirë. Edhe shkruani të lutem komente për ju, apo pëlqeni, apo s'pëlqeni, apo keni diçka tjetër informacion për kjo make-up, apo nëse jetoni te Prishtina tani, ata dëshironi të unë shkoj te salon speciale, keni emrin, veç shkruani te komente, unë lexoj krejt, edhe bëni follow, bëni like, dhe faleminderit shumë për krejt, shumë respekt, shëndet, dashuria, lumturia, edhe shumë faleminderit, edhe shihemi më vonë. Sin pero,